Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, zhvilloi sot takimin e parë zyrtar me kryetarin e ri të SPAK-ut, Klodian Brau, duke e përgëzuar dhe duke i kërkuar rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, sidomos në nivelet më të larta të pushtetit. Gonzato theksoi mbështetjen e plotë të Bashkimit Evropian për SPAK-un dhe sundimin e ligjit, duke e theksuar rëndësinë e forcimit të kapaciteteve hetimore dhe standardeve të larta në ndjekje penale. Brau premtoi vijimin e hetimeve pa ndikim politik dhe konsolidimin e pavarësisë institucionale të prokurorisë. Takimi dërgon një mesazh të qartë politik. Koha e mosndëshkimit po mbaron dhe mbështetja e Bashkimit Evropian do të vijojë konkretisht përmes asistencës teknike, trajnimeve dhe bashkëpunimit me agjencitë ligjzbatuese. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha i kërkoi kryeministrit Edi Rama të japë menjëherë dorëheqjen, duke paralajmëruar se në të kundërt qytetarët do ta detyrojnë këtë hap. Në një konferencë për mediat, Berisha krahasoi situatën në Shqipëri me Venezuelën, duke theksuar keqeverisjen, lidhjen e qeverisë me kartelet e drogës dhe përdorimin e institucioneve për të ndëshkuar kundërshtarët politik. Ai kritikoi dhe përfshirjen e familjarëve të Ramës në aktivitete kriminale dhe theksoi se populli shqiptar po vuan nga varfëria dhe shtypja e demokracisë. Berisha deklaroi se protesta e radhës do të mbahet para datës 20 shkurt dhe do të vijojë strategjia për të mobilizuar përmes protestave të ligjshme. Ai ftoi të gjitha partitë opozitare të krijojnë një front të gjerë kundër asaj që e quan narkoregjimi i Edi Ramës, me qëllim që të bashkërendojnë përpjekjet dhe të japin një goditje përfundimtare qeverisë aktuale. Kryeministri Edi Rama ka udhëtuar në Paris për të marrë pjesë në samitin e koalicionit të vullnetmirëve për Ukrainën të thirrur nga presidenti francez Emmanuel Macron në Pallatin Elysée. Përpara samitit, Rama zhvilloi një takim me ministrin e drejtësisë të Francës, Gerald Darmanin, ku diskutuan për pjesëmarrjen e partnerëve francez në grupin e reflektimit mbi problematikat e politikës penale në Shqipëri dhe konsolidimin e draftit të ri të kodit penal në përputhje me standardet dhe praktikat më të mira europiane. Kryeministri theksoi gjithashtu, duke cituar raportet të Këshillit të Evropës, se burgimet në Shqipëri janë në nivele mbi normale, duke nënvizuar nevojën për reforma në drejtësi dhe përmirësimin e sistemit penal. Moti i keq me reshje intensive ka përfshirë pjesën më të madhe të vendit, duke shkaktuar përmbytje në qytetet Durrës, Lezhë, zonat e Kukësit, si edhe vështirësi në akset rrugore, furnizimin me energji. Në Durrës, rrugët pranë stadiumit dhe zonës Volgës janë në ujë, ndërsa mbi 40 familja janë evakuuar dhe ushtria përdor pompa për të larguar ujin. Rrurjet e lumenjve në kaskadën e Drinit mbeten të larta, duke ruajtur kapacitetin maksimal të hecave dhe rrezikun për përmbytje të tokave bujqësore. Autoritetet përfshirë Ministrinë e Bujqësisë, Mbrojtjes dhe Emergjencat Civile janë në gatishmëri për ndërhyrje në terren. Bashkia dhe strukturat vendore po monitorojnë situatën në mënyrë të vazhdueshme, duke paralajmëruar qytetarët të shmangin zonat me risk. Ndërkohë, portet dhe aeroporti Nën Tereza operojnë normalisht, megjithse kushtet e motit mbeten sfiduese. Opozita po kritikon modelin e menaxhimit të infrastrukturës dhe mungesën e investimeve afatgjata për parandalimin e përmbytjeve. Ndërkohë, gjatë orëve të pasdites situata është përkeqësuar ndjeshëm pasi lumi i ishëm në Fushkruj ka dalë nga shtrati duke përmbytur qindra hektar tokë. Kanë kaluar plot 5 muaj nga rrëmbimi i biznesmenit Geron Meçe në Tiranë, por SPAK ende nuk ka identifikuar grupin e 4 personave që e morën peng. Të 4 janë filmuar nga kamerat e bizneseve pa maska, vetëm me kapele dhe fytyrat e tyre janë të dukshme, por as informatorët e policisë së shtetit dhe as ata të SPAK-ut nuk kanë arritur t'i njohin. Automjeti i përdorur, tip Land Rover, është në pronësi të Merkaj 3 SHPK, administruar nga Endri Merkaj dhe përdorej nga bashkëshortja e tij, por nuk janë zbuluar 4 personat që e përdorën për rrëmbimin më 12 gusht të këtij viti, biznesmeni në fjalë. SPAK arrestuar dhe proceduar 8 persona, ndërta 2 biznesmen, Ergys Agasi dhe Ermal Beshiraj. Rrëmbimi ndodhi pranë shtëpisë së Meçes, kur një makinë Defender me fenalina policie e ndaloi dhe personat e maskuar e morën peng duke e futur në një skem të komplikuar kriminale që po hetohet ende. Kontrollet e policisë kufitare në Rinac rezultuan në arrestimin e 6 shtetasve kinez dhe një shtetaseje bieloruse. Pas tentativës për kalim të paligjshëm të kufirit dhe kontrabandës, shtetasit kinez dyshohet se përdornin pasaporta të falsifikuara të Hong Kongut dhe u arrestuan për veprën penale falsifikimi pasaportave, letërnjoftimeve ose i vizave kryer në bashkëpunim. Ndërsa shtetases bieloruse gjatë kontrollit fizik dhe të bagazheve ju gjetën dhe sekuestruan mallra për qëllime estetike, si botoks e fillera, për të cilat duhej licence posaçme, të cilën nuk e disponon, duke çuar në arrestimin e saj për kontrabandë me mallra të ndaluara e të licencuara. Të gjithë dokumentet dhe mallrat u sekuestruan, ndërsa materialet u referuan prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.
Grumbullimet gjatë festave të fundvitit kanë çuar në rritje të ndjeshme të infeksioneve respiratore në vend. Sipas Institutit të Shëndetit Publik, vetëm në javën e parë të janarit janë regjistruar mbi 13.000 raste, disa prej cilave kanë kërkuar shtrim në spital. Mjekët këshillojnë qytetarët të tregojnë kujdes të shtuar, të paraqiten tek mjeku sapo shfaqin simptomat dhe të shmangin përdorimin e medikamenteve pa rekomandim profesional. Nuk përjashtohet prania e variantit K të gripit, i cili ka simptomat ngjashme me gripin e zakonshëm, por përhapet më shpejt duke rritur nevojën për vigjilencë dhe masa parandaluese. Në qytetin e Beratit, dita e ujit bekuar u kremtua me ritin tradicional ortodoks, pas meshës në katedralen e Shënt Dimitrit. Besimtarët, të udhëhequr nga mitropoliti im Zot Asti, u drejtuan për te ura e Goricës për të ndjekur ritualin e hedhjes së kryqit në Luminosum. 8 djem të rinj sfiduan shiun dhe të ftohtin, por kryqin e mori 15 vjeçari Fabio Nacho, që për herë të parë mori pjesë në këtë traditë. Pas hedhjes së kryqit, besimtarët u kthyen në katedrale për të mbushur enët me ujin e bekuar, i cili sipas besimit të tyre ruhet i pastër për një vit të plot. Ky ritual simbolizon pagëzimin e Jezusit në lumin Jordan dhe është një nga ngjarjet më të rëndësishme fetare të komunitetit ortodoks në Shqipëri. Agjencia kundër korrupsionit ka nisur verifikimin e pasurisë së presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, pas dyshimeve për diferenca të theksuara në deklarimet e saj të pasurisë gjatë 2 viteve të fundit, kryesisht lidhur me rritjen e kursimeve. Presidenca e Kosovës reagoi menjëherë duke theksuar se Osmani është e hapur për çdo verifikim të bazuar në pavarësi, panshmëri, integritet, ligj dhe fakte të vërteta, duke u distancuar nga çfarëdo fushate që mund të ketë qëllim njollosjen e figurës së saj publike. Bekim Kupina, këshilltari i presidentes, u shpreh se presidenti mirëpret kontrollin ligjor, por jo sulmet politike të motivuara. Një politikan i lartë kosovar dhe një serb u panë së bashku në qytetin e vjetër të Solothurnit pas një takimi të organizuar nga Zvicra për dialogun Kosovë-Serbi. Sipas raportimeve të gazetës zvicerane NZZ, këto takime jo formale zhvillohen disa herë në vit dhe kanë për qëllim të lehtësojnë diskutime të ndershme midis palëve, larg kamerave dhe presionit publik. Në to kanë marrë pjesë vends kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi, ministri i jashtëm serb Marko Gjurić dhe emisari për dialogun Peter Sørensen. Ministria e punëve të jashtme e Zvicrës konfirmon se takimet plotësojnë procesin e dialogut të drejtuar nga Bashkimi Evropian, duke synuar normalizimin e marrëdhënieve. Solothurn, qyteti i vogël e i qetë, ofron një ambient diskret për këto negociata. Angazhimi i Bernës tregon rolin tradicional të Zvicrës si ndërmjetëse neutrale, duke përdorur eksperiencën e saj dhe lidhjet me diasporën e Kosovës dhe komunitetin serb për të promovuar paqe, stabilitet dhe sundim të ligjit në rajon. Zyra e Komisionerit të Lartë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njerëzit ka kritikuar operacionin e SBA-ve në Venezuelë, duke e cilësuar si shkelje të parimeve të së drejtës ndërkombëtare, pasi kërcënon integritetin territorial dhe pavarësinë politike të një shteti. Kritika u rrit pas një mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ku Franca u shpreh më e drejtë për drejtë, duke deklaruar se kapja e presidentit Nicolas Maduro bie ndesh me zgjidhjen paqësorë të mosmarrveshjeve dhe me parimin e mospërdorimit të forcës. Për të katërtën ditë radhazi, Kina u pozicionua kundër veprimeve të SBA-ve, duke ofruar bashkëpunim rajonal për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit. Presidenti Maduro e konsideron Kinën një aleate të ngushtë, duke forcuar rëndësinë e kundërshtimit ndërkombëtar ndaj operacionit amerikan. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë ka shpërndar mesazhin e presidentit Donald Trump, sipas të cilit administrata e tij do të kujdeset që Venezuela të drejtohet ashtu siç duhet dhe jo nga bandat. Në fjalën e tij, presidenti amerikan tha se SBA-t do të kujdesen që të gjithë njerëzit që lanë vendin për shkak të Nicolas Maduros të kthehen në vendin e tyre, por me një të ardhme të sigurt. Do të sigurohemi që Venezuela të drejtohet siç duhet, do të rindërtojmë infrastrukturën e naftës, do të sigurohemi që edhe njerëzit që u detyruan të largoheshin nga Venezuela nga ky bandit të kujdesen. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump thuhet në postimin e ripërcjell nga ambasada amerikane në Tiranë. Prokurori i Napolit Nicola Gratteri rrëzon tezën se Venezuela është qendra e narkotrafikut global. Sipas tij, roli i Caracasit është margjinal krahasuar me nyjet kryesore në Meksik. Në Meksik dhe vendet latine ku prodhohet kokaina dhe opioidet sintetike përfshir fentanilin. Akuzat ndaj Venezuelës, thot Gratteri, përdoren shpesh për qëllime politike dhe gjeopolitike, si kontrolli mbi rezervat e naftës, dhe jo për luftën reale kundër drogës. Edhe aktiviteti i grupit Tren de Aragua lidhet më shumë me trafikimin e migrantëve se sa me narkotrafikun ndërkombëtar. Në të njëjtën kohë, mafia italiane, veçanërisht ndragheta dhe grupet kriminale shqiptare, kanë një rol të fortë në rrjetin global të drogës, ndërsa problemet më të mëdha mbeten ekonomike dhe financiare, pasi vetëm një pjesë e vogël e lëndëve narkotike dhe fitimeve të tyre goditet nga autoritetet.
Cristian Aslani pritet të largohet nga Torino gjatë merkatos dimrore, pasi me sfushuri nuk është më në planet e klubit italian dhe huazimi i tij do të përfundojë. Transferimi i tij do të realizohet vetëm nëse Interi arrin ta vendosë një ekip tjetër. Përveç Fiorentinos, tashmë janë bërë të ditura edhe dy skuadra të tjera me interes për shqiptarin, Sassuolo dhe Parma, të cilat kanë nisur bisedimet për shërbimet e tij. 23 vjeçari do të pres vendimin për destinacionin e ri, ndërsa mbetet në Serie A dhe të gjitha opsionet do të jenë të vlerësuara për të siguruar minutazh dhe zhvillim profesional.